me dëgju një bisedë. Nuk e orti në besë, ti të ka shu për pushtet ai, jo në besë. Po mundohet me ble, po mundohet me josh deputet. Baba e përcakton vijën politike të bijës deputet. Në vitin 2021, Blia deri më kanë pas ofru 40 ministra edhe 2 ambasadorë. Po se vujmë për se i zgjedhje. Figura Glaukut këgja shumë është për ly për shkak të këtij skandali. Ju këto situata nuk i lëshoni pa incizuar. Këtë kom thonu këtë muj me i bodhe publike. E dente, e kiç krun atë. Tjetër gjë është me josh përmes të mirave materiale, ku pastaj bëhet kriminale. Atë kom thonë atë ka shu Albini, kaldëm nëse të ka shu aj, mësë më thuj po, së tani oke. Ambasadorit nuk është pronë e kryeministrit, ase Glaukut. Nuk shitet vota e Marigona Gjeci. Kjo është më shumë qëllim me heq qafe Glaukun, se sa me fitu Prishtinë. Kurti ishe këta më shumë njerëz që duhet me gjujt kur, Po jam me qeverisë. Albin Kurti, në farë mënyre, do t'i marrë të gjitha masat me pengu themelimin e institucioneve. Liria e mediave është më e keqja ndonjëherë, përkatësisht në raportin e fundit të reporterëve të Pakufi që Kosova është më keq se Serbia për herë të parë. Atin që thojnë populli ka dhe ma keshin që të ras për mdove s'ka ma kesh. Legendat e Albin Kurtit, pra me përcjellje të vazhdueshme fizike tash, sepse ju ka dështu teknologjia, dhe unë ka që silem i kam mrapa veti agent të AKI-s. Mirëmbrëma miq, mirëmbrëma Elsar. A blen Albin Kurti deputet? Po mundohet. Okej. Po mundohet me ble, po mundohet me josh deputet, dhe me thonë, po këti nuk po je, sepse kjo përket as nuk po din me bo një gjatë tillë, ose po nxjinet shpejt. Mirë, po kjo nuk është problemi, apo din as po din, mendoj që problemi kryesor është se si një parti e cila ka fitu popularitet në Kosovë, duke u paraqit sikur një parti e cila është ndërtuar 100% për mbi parime politike, e jo për mbi çfarëdo aspekti tjetër të funksionimit politik, cilën ajo ka kritikuar, ka akuzuar, ka shoh për gjatë viteve, pra edhe kur kemi qenë unë bashkë aty me tjerët, dhe tash e njëjta parti po e bën atë që e ka kritikuar shumë, po e bën në mënyrë këgja të hapën, edhe po e bën në mënyrë gati se krekose. Në vrasht. Pra unë nuk kam pa ndonjëherë një forcë politike në Kosovë e cila, si të them kështu, krekoset, ose me gjuhën popullore fryhet, me shkelje që i bën karshi parimeve të vetë. Më bën e përshtypje shumë një fakt. Pastaj janë disa fakte nën këtë fakt. Pse Glauko Njuca me komuniku me Gani Gjecin, i cili është babai i deputetes Marigona Gjeci, dhe flet në emën të saj, natyrisht ai mund të jetë edhe këshilltari i saj dhe mund të flasë në emën të saj. Pse Glauko Njuca? Si mas me jetash, qysh e kam pa une, është që mos është të dasht me përzhit Glaukun, për shkak të popularitetit madhe, numrit madhe të votave që ka marrë, dhe mos është të dasht me djeg, me hjek qafe Glaukun në baseshe se rrezik, për shkak edhe për faktin edhe se me gjas po e kandidan për kryetar të Prishtinës. Pas ka ai nuk është për këtë punë, është intelektual, është filozof. Absolutisht, s'pari u mendoj që nëse Glauko Njuca del për kryetar të Prishtinës, mendoj që e bën një gabim të madh, pra nëse më lejohet mua me këshillu dikon publikisht, i ka thonë mos u merr me këtë punë, se edhe ai e din që nuk është për këtë punë, nuk ka interesim. Po si të qoftë kjo do të jetë vendimi tyre. Mendoj që fakti që Glauko Njuca është përfësi në këtë skandal, ta quhet të fundit, se për mua është skandal dhe të kallëzoj pse unë mendoj që është skandal. E para është që po, domethënë është për mua e papranueshme që është për shembull ne jemi hala në një situatë ku baba flet për bijën deputete. Baba e përcakton vijën politike të bijës deputete. Unë mendoj që Marigona Gjeci është deputetja, dhe Marigona Gjeci duhet të merrte vendimet politike për vetë, në bazë të vijave të partisë që është dhe në bazë të mendimit që ajo ka për politikë. Ky është skandali i parë. E dyta, ç'është mundet një përfaqësues, koqja i lartë si Glauko Njuca, e një partie progresive, e cila vetë që 4 vjet na ka thonë që na jemi për barazi gjinore, për respektimin e drejtave të gruas, autonomisë gruas e kështu me radhë, pra për një barazi të gruas në skenën publike, dhe pastaj shkon përmes vepron sipas parimeve të ngurta patriarkale të, kisha me thonë, para dy shekujve.
Para 2 shekujve është këtë. Edhe kjo me funksionu me familje, unë ja thiri babën, kjo ke shkark. Kjo nuk ka politikë progresive. Do në zemër nuk është as qëra edhe mu e ty më pas të i prind na ishim ofendua, apo jo. E mendoj që gjithë kush e ka këta, pse po flet me babën tem, so në shkollë mesme nuk jam, në shkollë fillore, unë jam i rritun, unë fitu votat për deputet. Që kjo është e treta, a ka elemente që po dojnë me djeg Glaukun për shembull, unë mendoj që pavarësisht qëllimeve, nëse ka pas të tilla ose jo, mendoj që figura Glaukut kogja shumë është përlyë për shkak të këtij skandali. Edhe për shkak të mënyrës që ka menaxhuar pastaj. Po fakti që Glauku Njuca është bë pjesë e pazarit, pra është bë një farë sekseri për një votë, për qeverinë Kurti, për mua është jashtëzakonisht problematik, sepse në sytë e publikut ashaj do të shihet sikur njëri prej këtyre sekserëve të vetvendosjes, i cili në fund do të padel sekseri pa suksesshëm, se hajt bile kish pa sukses në sekser. Çuditërisht pse nuk e kanë. Veç edhe fjalin. Po. Fakti që kanë shku me fol me Gani Gecin, duke ditë që Gani Geci deri tash, secilin rast që ka pas tillë ku e ka publiku, apo jo. Mendoj që kushdo që i ka shku menja me thonë Glauta po flet me Ganin për marigonën, është dashur me ditë që me Ganin këtë del. Pra dikush mbas edhe pas ka pas synim që kemë dal. Për publikun mbase që e ka harru, por fatkeqësisht me gjas e ka harru edhe zoti Konjuca, por jo Albin Kurti, sepse ai nuk e harron këto detaje. Edhe në vitin 2021 ka pas një tentativë të Albin Kurtit pikërisht për të marrë votën e zonjes Marigona Geci. Dhe aso kohë bëj fjalë për zgjedhjen e presidentes Vjosa Osmani. Nuk i kishte votat, nuk i kishte korumin në fakt, për çka u detyru pastaj të kërkoj votat e lista sërbe. Siç është Adem Hoxha, pastaj Fadel Gashi, të dy aso kohë kanë qenë pjesë grupit parlamentar të listës sërbe. Mundemi me dëgju një bisedë të 2021-s, kur është fol pikërisht për pazaret zotit Kurti dhe tentativa për ta marrë votën e deputetës Marigona Geci. Këtu në fotografi i kemi një person që është Shaban Kilaj, është nga Malisheva, i cili është kogja i çuditshëm si person edhe personalitet. Ka qenë i dënuar për mashtrim me viza për Amerikë. Është me zotin Albin Kurti, kryeministrin aktual, kryeministrin për mu uzurpator, saj nuk është ma kryeministër ligjerisht. Dhe të njëjtën kohë kemi me Gani Gecin në fotografi. Në 2021 pa ta publiku një story në shkrim me audio incizim, ku diskutohet për votën e Marigona Gecit. 4 vjet ma vonë, plus minus, del që Albin Kurti bën tentativa tjera për ta marrë votën e Marigona Gecit, dhe këtë punë, këtë mision e merr Glauku Njuca, për çka ndjej kërçardhje, sepse është dashur me kujtu që me Gani Gecin është problem me fol në këtë mënyrë, dhe aq më shumë që ai incizon se cilën bisedë. Ndjekim incizimin e 2021-s, kur është diskutu për votën e Marigona Geci. A e syni? Nga një të kësha lutën, për të vinë cilë, Fal. me hikë që të shkrenë. Kur më rrotullu toka se eki. Shme hikë që të shkrenë. Kur toka më rrotullu se eki. Okej, Apo përvesh? moja, po. Çka po të më thoti me këto? Moja. Po do më kërcnu ti mua? Kërte moja ti, kush të të kërshnu? Ti faktikisht një familje tim mua. Për çka? Po, te qysh ku të zëhen, një ku të vjen në besë të ti me full. Nuk e arti në besë, ti të ka qu për pushtetaj, jo në besë. Ty të ka qu... Thove shkat, jo për pushteta, pëse të ne vish për një për vullnetit mirë, në vullnet mirë, këm pos qev, veni me shku qysh duhet. Mas me pos e vujmi përsa i zjedhje. Edhe? E për vullnetit mirë, për me adosht një në qëti venit, e dishe që është një potencial që mund është me kryen. Edhe? Ta punët të mirë venit, nuk është për as për Albinin, as për ty, as për mua. Sen të keqë jo në së këmë thonë, as disen, as për ty, as për këka. As këmë thonë që ka keqë. A këmë rajt në i fjallë. O kryjnë në regull dhe
Po prakisht është mirë me konsultu me kanë. Hej, unë një 4 herë jam konsultu me ty. Bilin e biles, të kom thonë, kur e kanë qkru ata, atë që përdojnë me parti politike, të kom thonë këto muj me i bodhe publike. E dente, e ki qkru në atë. Po e din të më thonë. E atë kom thonë atë ka që Albini, kaldëm nëse të ka që ajë, mësë më thuj, po së tani oke. Unë e vishë mori i vullnetit. Ja nuk e... E kip... I vullnetit mirë me Albinin, jam konsultu rrëth Marigonës. Po, ti s'mune më konsultu rrëth Marigonës me Albinin, kur ti s'ke full me Marigonën, qysh? Po, unë edhe me full me Bob Marigonës. Me kanën, edhe me full. Po mirë dhe me Bob. Me Bob Marigonës. Po mirë dhe ke full me Bob Marigonës, edhe ai ka dho marrë Marigona. Qysh marrë Marigona? Në zyret LVV-s, ha? Aja ka fitu votat në LDK. Është mirë më po në tjerë. Ej, vetëm një, unë nuk jam person që aja ashtoj kuj një fjallë. As një fjallë, kur dushte. As një fjallë, kur as ty, as Albinit, as kërkuj. Faktikisht, unë kam prit, apo këta se unë nuk jam tip, unë nuk jam, të kom thonë atë, unë nuk e du se ajo komunist. Të kom thonë, aja zirë kur të kom thonë? Unë regull dhe, unë pres më taku me t'ju shpej. Kur dush, hajde të shpija jam unë veç, bërë kanë të kishë që evnim i vetë ndash. Hajde. Edhe gjove. Dhe me thonë, ka pas diskutim në 2021 për votën e zonjes Marigona Geci. Është e njëjta formë, e njëjta mënyrë që i duhet Albin Kurtit për pushtet. Dhe pikërisht provojnë me deputetin Marigona Geci. Qështu do kjo? Po ta shire, për shambull edhe në këtë, kure dëgjën, edhe këto matreja, të me thonë, këtë tentimin e dytë që kam pas me deputetin Geci, mendoj që sparit të regojnë sa qasje jo demokratike kanë lëvizja vendosi karshi krijimit të shumicës për pushtet. Sepse do të me i bo një ndarje me ndërën e shumë të rëndësishme në të pikë. Tjetër gjë është i me taku deputet dhe me folë politikisht me ta. Për shambull me tentu me e bindë. X-in, Y-in, tjetërin, vjen të tellë, të bindë vepet që pëse na vetë vendosja kena mirë qëre programin, kem dërmen me bo qëta për të mirë në vende, kështu me radhë, kjo është tjetër gjë. Dhe t'i bindësh edhe votan. Tjetër gjë është me josh përmes të mirave materiale, ku pastaj bëhet kriminale mes të mirat materiale që t'ja ofron X personit, nëse ja ke ofru, nuk janë as tuat, janë të shtetit. Me konfirmu një gjë të tillë, 4 vjet ma vonë, e keni bashkëbisedim timin në Rubikon me zotin Ganigeci, i cili për atë kohë flet çka i ka ofru Albin Kurti. Mund ta shohim? Zoti Geci, një tentativë të tillë e ka pas zoti Kurti edhe para një 5 vjetëve, apo jo? Po, në vitin 2021, biljatëri më kanë pas ofru 40 ministra edhe 2 ambasadorë. A mundesh me... Edhe vajza jeme më bu kryetare grupit parlamentar të listës GUD. A mundesh me na tregu kush ka qenë personi që ka ardhur, sepse jo e keni edhe të incizum bisedën, i keni krejt madhe. Era? Po. Valoja ku marru emrin një farë, bojke të tabela amerikane, atërë ku buër erdhë, më tiri djoli, tha, për ordë një unë me një gjithë madhë me tabela amerikane, dhe erdha në shpek, kur erdha i shkonaj, se di shku emrin një Malishevës një. Kilaj, Shaban Kilaj. Po, s'po kujtuhet, valoja s'po kujtuhet. E dyta, pyetjen e fundit direkte e kam. Jo këto situata nuk i lëshoni pa incizua, e keni incizu Glauko Njusën? Valoja këto sene nuk i lëshoj, por nuk janë njerë, nuk më vynë ma va. Falenderit. E ka incizu biseden me Glauko Njusën që është dikun 13 minuta. Çka mund të ketë në këtë Po të sigurisht, mendoj që kemi me pas të tilla gjëra. Natyrisht, zoti Geci besoj ka me publiku në tarmen. Absolutisht, edhe mendoj që po bën shumë që publikan. Të mos keq kuptohemi, mendoj që qytetari i Kosovës, secili prej nesh, na kena nevojë me ditë çysh po vjen deri te krijimi i institucioneve tona. Kush po voton, pse po voton dhe për çka. Dhe çeto po na kallëzojnë pse potencialisht kanë me votu disa persona ose jo. Dhe mendoj që këto do të më dilë, kështu që transparenca që po e tregon zoti Ganigeci, pavarësisht qëllimeve të tij, mendoj që është e dobishme për publikun. Sepse po shihet në anëve të vendosjes të cilën një pjesë e konsiderueshme qytetarëve ose se kanë pa e një pjesë tjetër nuk kanë dashur në pa. Kur kemi folë për shembull na, shpesh herë kemi përmend to, apo jo, sa kemi qenë bashkë në debat lose kështu më radh, disa herë kemi ngrit çështjen që vetvendosja nuk është ajo siç po duket ose siç flet. Njerëzit kanë thonë jo, këta janë kandidati. Jo, këta janë kësaj, jo, këta janë asaj. Tash kur po dalin këtu, mendoj që ki vështirë të më thonë jo vetvendosja s'te ka kështu. E tash do të me shtru muhabetin nga një perspektivë tjetër. Pse po vepron vetvendosja në mënyrën që po vepron? Dhe pse
na e kemi ende një pjesë të qytetarëve të Kosovës që janë të gatshëm mja falë këtë sjelljeve të vendosës. Pra, a nuk ka qenë qëto arsyet të supozuara edhe atëherë, pse për shembull pushtetet e kaluara janë ndëshku me votë. Se për qëto kanë qenë, jo për qëto që. E tash, a nuk i shkandesh të njëjtën sjellje me pas ose të njëjtin gjykim, me pas edhe karshile vizë të vendosi. Pra nëse ti je poste ambasadorësh, zëvendës ministrësh, për me e marrë një votë, dhe nuk qanë kokën fare për aspektin politik të saj, a nuk është kjo krim ndaj të mirave publike, sa të mira publike. Ambasadorit nuk është pronë e kryeministrit, as e Glaukonjuftës, është e Kosovës. Tatimet e tua, të mia, të tjetët e paguajnë që të ambasador. Edhe ajo ka për detyrë me përfaqësu shtetin tonë, jo qeverinë tonë. Jashtë. Ganigeci ndër vite, e veçanërisht këtë kohën sa është Albin Kurti në pushtet, e ka bërë një gjë të qartë në vazhdimsi. Nuk e shes votën, nuk shitet vota e Marigona Gecit, sepse ai ka marrë votat e LDK-s dhe nuk shë diku tjetër. Për mua është e jashtëzakonshme kjo, derisa ka shitblerje të tilla, ky është konsistent në këtë qendrim. Kritikohet pse flet në emën të vajzës së saj, por koha dhe rrethonat e kanë bërë mbase zoti Ganigeci të jetë shumë i kujdesshëm në gjithçka. Mos harrojmë ai ka pas një atentat ku ka mujt me mbeti i vdekur dhe për shumë vjet është dashur të marrë masa, edhe mbrojtëse, edhe incizuese, edhe gjithçka për të pas prova. Po duke i ditë krejt këto rrethona, që ai nuk lëshon kur gjë pa incizu. Si ka mundësi kryetari i kuvendit, zoti Konjuca, një intelektual, për mua par excellence, një deputet i mirë, i cili ka tregu gjatë kohës sa ka udhëheq kuvendin e Kosovës që ka kurrez, është i drejtë me të gjitha grupet parlamentare. Pse ai merron në këtë grack? Po shehu, tash mendoj që Glauku në njërin anë, ashtu që shënjehone, nuk e ka vëmendjen për gjëra të tilla. Glauku nuk është me atë sa njehone, natyrisht në një. S'është i prisht. Nuk është i prisht që thoi populli se që me prit çka i bë tjetri. Ose nuk e ka këtë vëmendje, ai mendon që me çdo po i bën mirë me gjithatë çështjes vetvendosës e kështu me radhë. Edhe pse unë mendoj që ka 100.000 mos pajtime tash me politikën e vendosur, ato se përjashtoi fare. E dyta është, po, Glauku e ka një dozë kështu të gatishmërisë për me u përfshi në gjëra, edhe kundër vullnetit ti, nëse për shembull kjo është një prej hapave për me përmbush një qëllim më ambicie personale që mund ta ketë, cila do të qoftë ajo. Mirë po, unë mendoj që ata që e kanë thonë, ose ata që e kanë shtyrë në këtë drejtim, unë nuk mendoj që ka dikush tjetër me përjashtim të Albin Kurti që mundet me bind Glaukun për të kësaj gjëra. Mendoj që ata kanë mujt me pas me sherr. Edhe mendoj që Glauku i shkëndesht me ditë që jo të gjithë. Është një lloj viktime. Jo të gjithë vetvendosje e kimeq, që e ke pas. Se kur mrin në një stat të caktuar të pushtetit, lojrat edhe brylat e brendshëm bon jashtëzakonisht të mëshëm atë qysh po i shohin vetvendosje. Tash për shembull për Albin Kurtin është mendoj unë një prej aspekteve pse ato se merr gjuminatën është populariteti i Glaukut. Pra ki një person në lëvizjen vetvendosje, i cili është ka shumë i votum dhe për cilin gati se secili flet mirë. Për dallim prej Kurtit që gati se secili flet keq. Albini këto nuk mund me duru. Se Albini jo që s'do me pas dikon që e ka të barabartë në lëvizjen vetvendosje, ai s'don as dytë. Ai don pesat e poshtë. Një pas. Glauku tash po bëhet person i rëndësishëm. Dhe siç e përmendët aty, unë mendoj që sekretari i kuvendit të ka luajtur rolin jashtëzakonisht mirë, duke pas parasysh pjesës cilës parti ka qenë. Po. Do të duke pas parasysh. Zakonshme. Dhe tash nëse Glaukun për shembull nuk e bojnë prapë kryetar kuvendi ose nuk e japin një post tjetër ministror. E kandidojnë për Prishtinë, unë mendoj që kjo është më shumë qëllim me heq qafe Glaukun se sa me fitu Prishtinë. E përmendëm me heq qafe Glaukun. Unë jam i bindëm, populariteti i tij është rrezik për Glaukonjuftën. Shumë jo për Glaukonjuftën, por vetë atë. Po. Sepse bëhet shënjestër. Po shënjestër sepse zoti Kurti i ka kërshontë, nuk e lejon. Do nuk është hera parë. Po unë për shot njëjtën kohë edhe Albulina Aziun që është tu dash me djeg. Në krejt këtë insistimin e tij për ta bërë, më thojza, kryetarët të kuvendit, sepse ai e di se s'mund ta bëj kryetarët të kuvendit, sepse nuk i ka votat. Qartës. E ky insistimi tash. Po nëse ka ditë për fillimit, e tash shkondesh më koni bindur. Ky insistimi për Albulina Aziun, çysh jetoi po? Po edhe kjo tash në raport me tash të shtrojmë pak kështu çështjen. Unë e di që për një kohë gjatë
E veçanërisht prej se ka ardhur në pushtet këtë qeverin Kurti 2. Kur është kriju qeveria Kurti 2, ka lind një pakënaqësi në mes të dy grupeve në lëvizjen vendosje. Grupi i parë janë ata të cilët kanë qenë lëvizjen vendosje më herët. Ku hyn Glauku, ku hyn Liburni, ku hyn Alblena, Xhelali, këta. Tash nuk e di janë secili person në të njëjtin raport me Kurtin, por e kam dëgjuar dhe kam pa që ka një ndarje aty. Dhe grupi i dytë pastaj janë këta të ardhurit, të mëvonshëm. Besni Bislimi, Paramrati, këta Dionar Muja, me Muzaksale e tjerë. Ky konflikt ka lind për shkak se këta grupi vetëvendosjes e kanë pa ose kanë qenë të bindur që Albini po jep më shumë pushtetën e tjerëve të ardhur, të cilët ta nuk i kanë pas si meritor për fitoren e vetëvendosjes. Natyrisht jo. Sepse këta kanë sakrifikuar shumë më shumë. Arben Muja e përmende, ai ka krahasu lëvizjen e vetëvendosje me listën serbe. Ka kërkuar me shkallë organizatorisë edhe me mshet. Në momentin kur Albulena, Glauku këta tjerë kanë qenë tu shkuar në përgjigje për gazet e cellës, që ka shtyë vetëvendosjes, ata vetë ata s'e kanë bërë. Domethënë që ky konflikt ka lind aty. Ky konflikt pastaj ka shkuar u thellu sepse Kurti qarta zë, më shumë ju ka dhënë pushtetën e tjerëve. Tash çai bën kjo, që ju ka dhënë pushtet. Unë mendoj për dy arsye. Para nuk ja u beson aftësitë grupit të vetëvendosjes. Kurti i shekta më shumë njerëz që duhet me gjujt gur, po jam me qeverisë. Që kështë e para që mendoj që natyrisht këta e kanë marrë si ofendim. Dhe e dyta pastaj është që këta janë kujtesa e vetëvendosjes së kaluar. Por kur një lider me përmasa autoritariste totalitare brenda partisë si Albin Kurti do me ndryshu kursin e vetëvendosjes. Nuk mundet me i majt ata që e din që ka qenë vetëvendosja të kaluarës brenda, se të bëjmë pengesë. Këtë ndryshim kursit i mund me bëvë veç me oportunista. Jo me ata që kanë ardhur lëvizjen vetëvendosje kur ka pas ideal aty. Jo mendoj që kjo përplasje është serioze, nuk bë më mohu këta. Dhe tash natyrisht që për shembull pavarësisht dimenzionit të tyre oportunistë që mund ta kenë si Albolena, si Glauku, si kështu me radhë, nuk e kanë të lehtë me i ka përdi çdo gjë për të cilin është e gatshme me bëu Kurti në aspektin programor, konceptual lëvizje vendosje. Dhe natyrisht aty ka përplasje të vazhdueshme. E unë mendoj që këta njerëz, nëse Kurti do me vazhdu, do me thonë kursin e shpërfytyrimit të lëvizjes vendosje, duhet me i anullu fytyrat të cilat janë të identifikuar me vendosjen e kaluarës. Nuk kanë metë shumë në Sajnës tash janë, po flasim për këta po që tash prej çdo figurave publike, po e ki tash Liburni më nuk është, praktikisht. Nuk është. Glauku, Albolena, Xhelali, Hysen Durmishi, edhe pse ka një pas kështu pak më atul, po megjithatë është figura të qendrore Sali Zyba. Që janë ata, tash nuk flas për aktivistat tjerë, domethënë, po flas çfarë? Artan Abrashi, Albert Rexha, deputetët të kështu me radhë. Ky është ky grupi, janë shumë vogël. Ndërkohë që numri këtyre të tjerëve oportunistëve të cilët kur nuk janë bërë vetëvendosje realisht, mendoj unë, është shumë i madh. Ata ju kanë bashku vetëvendosjes në momentin që kanë kuptuar që po fiton vetëvendosje. Absolutisht. Edhe ata bile unë që as nuk isha thonë që ju kanë bashku vetëvendosjes. Ata e shfrytëzojnë vetëvendosjen. E kam një ëndër kështu, se ti është e realizueshme ndonjëherë. Me pas në debat, në diskutim këtu, Arben Mujën e vllajën e tij. Njëri është me PDK-n, ky është edhe ky me PDK-n, po ndërkohë doli ka Albin Kurti. Kjo me pushtet. Me pushtet. Me këtë që është në... Sa ke po, është interesant, janë do njerëz Kosovë që aty të dera qeverisë rrinë. Ata ndrohen aty, vinë kryeministra tjerë, tash aty rrinë me çon. Po këta s'kan faj që ndrohen pushtetet. Jo. Ai është aty ka sistem. Ka shërbejnë secilit pavarësisht, është problemi edhe pastaj që ndrohen ata. Shumë mirë, pse po ndrohen qeveritë? S'ka faj ai njeri që është konsistent. Po, ata vetëm. Si janë numrat edhe këto pazaret, me gjas nuk po shkojnë, s'po ecin përpara. Jo, absolutisht jo, edhe qëron, mendoj tash kjo bllokada që u bë për më është bë pak e tepërt, po unë megjithatë shumë merita në secilin përplasje politike dhe shoqërore, sepse secila prej tyre na mëson diçka. Edhe i shkon deshme na mëson. Edhe atë që ashtu duhet me i pa, më thonë, jo me i pa me shpesh herë na i shohim po ndodhin këto mos pajtime politike me një fal paniku. Dhe çka po bëhet. Po ai gjithashtu situatë jo e këndshme edhe problematike, por megjithatë na duhet me i pa dhe me mësu. Edhe një gjë që unë mendoj që na duhet me mësu është që partitë politike, të cilat nuk e kanë aftësinë ose vullnetin për bashkëpunim, nuk i shkon ndesh me u dhon pushtet, se të krijojnë probleme. Krijojnë probleme të brendshme të jashtme çfarë do qoftë. Pra duhet me kuptuar një gjë, bashkëpunimi në politikë është i domosdoshëm. Dhe në politikë ty të bën me bashkëpunu edhe me njerëz që se do fort. Po more? Po kjo bëhet për të mirën e vendit. Tash na kemi Albin Kurti që thotë kur çysh do të bashkëpunu. Është gjallë me bëj gjithçka.
Me ble deputet, me josh, me bota, me bukta, me bloku institucionin, veç mos me bashkëpunu. Jo, e ndroj këta me ftesën që ja bëri dy liderëve të partive Megjithatë nuk e ftesë për bashkëpunim. Edhe po, qyshu se. Po, ai thirri me i përqallë, me i përçmu. Absolutisht, edhe nëse dikush ka mendu që Albin Kurti ka ndryshuar në këtë qendrim. Në këtë, domethënë, atë me që nuk i ka numrat, se ka pas pritje. Si ka numrat, tash ky obligohet me shku në këtë. Pra gaboj me Emili Krasniqi. Jo, nuk mendoj që ka gabu, mendoj që shumë mirë që shkoj sepse është përfaqësi ato që ka pas plan me bëu. Për shembull, unë mendoj që mos t'i kish shku asnjëri. Atëherë ish dok sikur Albini dashti po çek tanë. Me shkuën në takim, ajo pa që ka qenë vetëm farsë. Edhe si u kry takimi mas gjysore shkojnë kuvend edhe e propozojnë një ndryshim absolutisht papranueshëm, që ai ka ditë që është i papranueshëm, edhe antikushtetues, antiligjor, për me kthyn votin fshat. Pra Albin Kurti, në farë mënyre, do t'i marrë të gjitha masat me e pengu themelimin e institucioneve. Tash pyetja është për neve tjerëve. Neve tjerëve, po thëmë partitë opozitare, se nuk kemi vot mrena. Dhe kur na presim që kjo më usill në mënyrën që po sillet. Apo ka një moment kur ne themi mirë që kjo më nuk vazhdon, na dash do t'i marrim masa tjera në mënyrë që më është blloku institucionin. Sepse çka ka bën Albin Kurti nuk është vetëm bllokim i institucioneve. Unë mendoj që dy gjëra më të këqija po ndodhin në ndërkohë. E para është që kredibilitetin e institucionit ja ka nish seriozisht më lindu. E ai nuk është një gjë që kthehet shumë shpejt pastaj. Të sot kuvendin e ke bën një farë cirku. Edhe ky kuvend si cirku nuk mund ta marrë kur seriozisht. E dyta që është hala më keq është që procesi demokratik mundet me cenu. Qështu? Do me thonë, për shembull, kur i dëgjon ti qysh po mundon me josh tasi. Apo ka flet në kushtu për të drejtën demokratike të deputetit dhe ose deputetës me vëllu, qysh asaj jam Armenia. Sipas bindjeve qysh ta garanton kushtetuta. Nuk një rast në vetëvendosje që dikush ka mujt me votu ndryshe, është një rast, Edmond Azemi, që ka votu vitin e kaluar për buxhetin e komunës dhe kam përjashtu. Po, e kam përjashtu bashkë me Berat Lahu. Berat Lahu jo për shkak të asaj, po të asaj videos ku e akuzoi të tjerët që thanë kjo është aferë korruptive, 50 milionëshe, ku është i përfshirë Albin Kurti, e përjashtuan edhe ata. Nuk njau në raste tjera. Derisa edhe jo keni dalë. Ju keni dalë grupi Po, me gjithë sa kemi qenë aty, nuk kemi qenë, do me thonë, pjesë e asoj vizë politike, nuk... Po të nuk ka pas vot tjetër, edhe kur keni qenë... Problemi është që lete që nuk ka vot, lete që nuk ka liri brenda lëvizjes vendosë. Po për shembull nga bisedat që e dëgjuam prej zotit Kanigeci dhe mënyra që kanë qasë 2021 në tash, na kemi një rast për cilin po dëgjojmë, të tjerë halose kemi një. Po. Kjo tregon që këta nuk e respektojnë deputetin si vot autonome. Këta i kanë bë ftesë deputetes serbeze doktoreshes, serbeze Kabashi, nuk ka shku. Kanë bë ftesë deputetes nga Podijeva, si kishte emrin ajo, LDK-s po ashtu, nuk ka shku. Kanë bë ftesë një deputete të PDK-s, nuk ka shku. Pra tentativat këta i kanë të shumta për të joshur, për të marrë, për të blerë, ku ta diun, deputet, dhe kjo e konfirmon atë që pa thënë në fillim zonja Albulina Agjiu, ne nuk flasim me partit, por flasim me deputet. Dhe kjo flasim me deputet. Apo i bie tash që flasin financiarisht, pozita, privilegje. Krejt informata që i kemi deri si tash, tregojnë që qëta deputet me cilët është folë, për ata që po dim, të me thonë që e dëgjumë se kjeci, kanë tentu me i josh, jo me i bind politikisht. Kjo është shumë e rëndësishme. Me i josh, me poste, me kutadivne, gjëra tjera. Se kur kemi pushtet të ki mundësi. Po. Tash, që kjo josh, janë po thëmë, është jo demokratike. Megjithatë e drejta... është kriminale. Po, kriminale në këtë aspekt në korupcionit. Po. Jo demokratike në aspektin e manipulimit votës, se që shtu manipulohet vota qytetarëve, apo jo? Tjetër gjë është bindja politike, pra po thënë, ti e bindjen e politike. Po sikur këtu ndodhen po, kjo terren. është manipulim, kjo m'ja ble votën. Në vend se m'ja ble 10.000 qytetarëve që e kanë votuar një deputet, ti e blen deputetin. Njëjtë është, ti e ke ble votën e 10.000 qytetarëve, apo jo? Po. A kjo blerje e votës, tash, a është blerja e votës demokratike? Le të na kallëzojmë vetëvendosin. Është kriminale. Kriminale është. Kosova veç po jes përpara me Albin Kurtin,
liria e medjave është më e keqja ndonjëherë pas përfundimit luftës, sepse nuk llogaritet para 99-s mediat kanë qenë të shtypuna, të mbylluna, gazetarët të rrahun, të burgosur, të maltretuar, dihet që janë mshel rilindja, televizioni Prishtinës, por pas 99-s e kënej kemi qenë të lirë edhe në aspektin e lirisë së medjave. Ka përkeqësim të skajshëm, kur ma keq dhe më tonë nuk ka qenë. Ne kemi akuzu edhe ju edhe të gjithë Hashim Thaqin ta zëmë për keqësim të lirisë e medjave, ndërkohë zoti Thaqi, sa ka qenë kryeministër, më kujtohet sikur sot, se cilin reagim të medjave shoqërisë civile të raportimeve ka reflektu të ai me shkarkime, me suspendime nga puna, me gjithçka. Bilem kujtohet mu, Hayreddin Kuçi ka qenë ministri i drejtësisë, ishte emëru Ramadan Gashi, një burr shumë i mirë, ish i burgosur politik, ish kryetari i Skenderajt, zëvendës ministër i drejtësisë, po kishte pas një akt akuz për shpërdorim detyre zyrtare, sa ka qenë kryetari i Skenderajt, bëj fjalë për shtrimin e disa pllakave, kubzave, diku në një rrugë në Skenderaj. Unë e bëj shkrimin në atë kohë, dhe në 8 mëngjes më telefonon Hayreddin Kuçi, thot në ora 10 shkarkohet. Dhe në ora 10 u shkarku nga pozita të cilën e kishte marrë pak ditë më herët. Vetëm pse u bë publike, u raportua. Sot, kur raportojnë mediat për afera korruptive të qeverisë Kurti, kur raportojnë për abuzim detyre, për diçka, ky avanson. Jo që i largon apo i suspendon asnjërin prej tyre. Dhe kjo po reflekton tash edhe në lirinë e medjave, përkatësisht në raportin e fundit të reporterëve të pakufi që Kosova është më keq se Serbia për herë të parë. Dhe është krahas vendeve diktatoriale, siç është Angola, Mozambiku edhe Mongolia. Çka ka ndodhur me neve sa? Aten që thojnë populli ka dhe ma keq në qëtë ras, po mdo s'ka ma keq. Ma keq se që gash nuk mundesh me ka dhe ma keq. Mundet me kalu, hala Serbin, Mongolin, masanem me ushty me Koren e me... Në raport me lirinë e medjave, nëse na shkojmë ma poshtë atër s'mojmë me folmë për vend demokratik. Në të shika ma keq, pa atër janë drojmë emin. Edhe pastaj e dim ku je. Po nëse e rëndit, krahasi tyne, ato nuk janë demokratike. E bie se jemi demokratik. Për shembull, qëra Serbia është formalisht vend demokratik, po krejt Evropa e din që është vend autoritar. Jo? Edhe Serbia është këgja shumë e kritikuar pikërisht në këtë drejtim, nga të gjitha institucionet e institutet e pavarura dhe kredibile, që Amnesty International këtë tjera. Edhe ta shtin nëse është për lirinë e medjave, ma keq se Serbia, kjo është alarmante, jashtëzakonisht shumë. Një gjë që duhet me kuptu, mendoj unë se cili është që liria e medjave nuk është qëllim në vete, edhe pse kërkohen liria media të lira në një vend, sepse që ato media të lira pastaj mund me e majtë shoqërinë të lirë, dhe e majtë shoqërinë të lirë duke informuar në mënyrë të pavarur. Shoqëria bëhet e lirë pikërisht pse ka qasje në informata të pavarura për shkak medias lirë. Në të njëjtën mënyrë kur të lufton lirinë e medjave, kjo nuk është qëllim vete. Kur të lufton lirinë medjave, ti po don në fakt me luftu lirinë e shoqënisë, lirinë e individit. Po pra. Kjo është pengesa e parë që ti do me hjek në mënyrë që fronti i parë, pra. Fronti i parë. Që duhet me kuptu se aden nuk nalet me lirinë, kur t'ja hesh lirinë medjave, nuk nalet çto, sepse qëllimi është tjetër kënd. Dhe mendoj që kushdo ose secili duhet me kuptu këtë në këtë drejtim. Pra nëse Kosova nuk ka media të lira, atëherë nuk ka me pas liri, pikë. E nëse na e kuptojmë drejt që situatë, atëherë me këtë pikë nuk i shkondesh kur qysh me ja pranu pushtetit. Edhe ata që e përkrahin vetë vendosin, për çfarë do arsye le të përkrahin, se s'kam problemet, i shkondesh me dash lirinë e këtij vendi pak më shumë se sa partitë. Domethënë që to matët niveli i demokracisë në vendi, edhe i patriotizmit, ku ti do në vendit tonë më shumë se ka do tjetër. Shumë gjitha kur e do të lirë. Të lirë, pa që shkime dash ndryshë vendin përveç se të lirë. Se tash interesi i mungesës së lirisë është gjithë interesi i pushtetit, s'mo me qenë interesi i qytetarit. Nuk ka kuptim qytetari me kërku një sistem diktatorial, sa është kundër vetës pastaj. Domethënë Kosova
E ka nisë. Në fakt Visar ka një shpendori kështu gjithandej të vendeve që kanë qenë demokratike, pastaj janë kthyer në diktatura. Dhe shumica e tyre vinë me votë. Po. Dhe kjo me votë, si me thonë, këta diktatorë, a janë qika që jëshës për popullatën, apo si ka mundësi, ta zëmë Gjermania e Hitlerit, kur ata me votë kanë arë në pushtet, me votë janë rritë, dhe me votë pastaj në parlament e kanë ndru krejt sistemin edhe kanë sjell botës gjithë këto dame përveç Gjermanisë. Edhe në rastin e Kosovës. Me thonë, sot unë kam pas në një shkrim, një postim kështu, dhe shumë njerëz, mes tyre komente publike, thonë, Kosova ka tepër liri të mediave se ju e meritoni burgun. Dhe po flasim për njerëz të cilët do duhet ndiheshin edhe ata të rrezikuar, edhe ata të kërcënuar derisa kërcënohet vija e parë, që në raportin me pushtetin, vija e parë e frontit janë gazetarët që garantojnë, që luftojnë fakt dhe garantojnë liritë edhe të tjerëve pastaj. Si ka mundësi që njerëz me përqafu edhe me dasht tendencën, dëshiren, përpjekjen, po dhe vendimet e një pushteti që ka tendenca diktatoriale në raport me liritë themelore. Po, qërë tash, është një gjë është interesant që ndohë gati se secilën situatë të tillë është që literët me tendenca diktatoriale, autokratike, populistët tash po quhet kështu pak më. Jo, në diktatorë, si thëmë të tonit. Edhe të diktatorë të vetë vëzhël. Si ka ato për mu bo diktatorë? Këta gjithë e shfrytëzojnë një situatë caktuar, një paknaci caktuar kolektive dhe pastaj kanalizojnë drejt një të pavërtetës, drejt një, se me thonë, përmes propagandës i japin përgjigje një situate që është përgjigje gabuar. Edhe mendoj që njerëzit, kur ndihen qashtu, ajo ndjesi mund të vi për arsye të ndryshme. Edhe pse nuk mendoj që për shembull në Kosovë ti duhesh mundi që Kosova nuk ka ecë përpara, se ka ecë përpara Kosovë. A ka ecë që kanë prit njerëzit? Jo. A ka pas njerëzit pritje më të mëdha për vete, se sa që ju kanë realizuar, sigurisht që po. Mirë po këto nuk duhet me e trajtu. Prijetit e mija nuk është domosdoshme me lidh me shtetin. Absolutisht, anë është e ke pas prijet e gabume, për shkak. Prijet duhet me pas kratu. Natyrisht. Dhe tjetra është që, domethënë në raport me këto që po thuti, domethënë që ta zën ka shi mediave që thonë qytetarë që edhe kam pa që ka reagime të tilla në Facebook, e të cilët mund të jenë do edhe kësi profile të rame, po ka edhe të vërtet që mendojnë kështu. Prandaj unë e shtrova problemin kështu. Unë mendoj që është e rëndësishme me diskutu problemin pikërisht në këtë mënyrë. Mungesa e lirisë së mediave nuk kupton mungesën e lirisë për secilin. Mos më pa luftën ndaj mediave si diçka që po i ndodhet i tjetrit. Mirë bja u ban. Jo, nëse ti mendon që mirë ka ja u ban, dije që kjo ka më të bëj ty mas 2-3 vjet. Se çashtu shkon kjo nuk nalet. Edhe qëllimi është më ta bëj ty si qytetar, jo mediave domosdoshmërisht. Për shembull, e përmendëm Serbinë, edhe vende tjera që i përmendet. Aty nuk është s'ka media. Se ta po mendojnë, ha, mi, kam i mshet këtë mediat mesin gazetar pa punë. Jo, është kam i shtinë rrugë qeveritare. Ty ka më të luftu si qytetar, se që aty e ka qëllimin. Mendja atil, mendësia atil politike, ka qëllimin që secilin qytetar me bo subjekt. Pra që i cili i përgjigjet vullnetit të pushtetit. Që kjo është synimi përfundimtar. Një kontroll të tillë për mbi shoqërinë. E tash, njerëzit duhet me e zgjeru imagjinatën e tyre për tej që ti mlefit të momentit që e kanë me kutadion, me persona caktuar me ministrat. Pra kur unë e flas që Kosovës e duhet liri e mediave, nuk ja bëj këta për hatër të vebiut tjetrit. Të ja bëj për hatër të Kosovës edhe lirisë që në fund është liria jeme personale, në fakt. Ka dhe një diçka këtu, Visar, se në shumicën e vendeve këtu të rajonit që po flasim, liria dhe krahasim me Kosovën, liria e mediave garantohet më shumë nga kurrizi i gazetarëve se sa nga vullneti i pushtetit. Dhe në Kosovë është dëshmu për gjatë këtyre viteve se gazetarët kanë kurriz më të fortë se sa që kanë gazetarët në Serbi, në Shqipëri, përkatësisht mediat e oligarkëve ta zonë në Shqipëri, që sot 2 televizionet kryesore i ki aksionare në shumë çka dhe në shumë biznese dhe nuk sheti kritik ma në Top Channel apo në Klan në raport me qeverin e Edi Ramës. Ndërkohë në Kosovë ka gazetarë dhe media këtu që janë të vogla në dukje, që janë më të fuqishme se sa mediat e mëdhaja që kanë
800 punëtor, 500 punëtor, ku ta di unë. Dhe kjo nuk po varet pra prej vullnetit të pushtetit, por prej kurrizit të gazetarëve, që kemi dëshmu që i rezistojmë këtij pavarësisht sulme dhe tendencave. Dhe për më kthy tash te raporti i reporterëve pa kufi, ku neve na nxjerr tepër keq, domethënë alarmante është gjendja, është me qajt me lët për këtë vend, jo për gazetarët, është se janë 3 pika, 3 dimensione aty. RTK-ja përmendet gjithmonë, por RTK-ja sikur tash nuk ka qenë kurrë. Drejtuesi saj është vegële regjimit të Albin Kurtit, i cili publikon shkrime të pagume, të krijume, të shpikuna nga AKI-ja dhe të shituna në një portal në Bosnë atje për t'i degradu gazetarë si gjojnë të Sërbisë, dhe kjo është rreziku që ju ka nosë direkt për jetën e tyne, duke identifiku si bashkëpunëtor të Sërbisë. E dyta është, shumë e rëndësishme është ligji për KPM-n, i cili u rrëzua nga gjykata kushtetuese, sepse ishte përpjekja ligjore për t'i kontrollu të gjitha mediat, përfshirë mediat online, që nuk marrin licencë nga KPM-ja, por thjesht janë media vetërregulluese që i përgjigjen Këshillit për media të shkruara. Dhe e treta që është shumë e rëndësishme është përgjimi për ndjekja e gazetarëve nga Shërbimi Inteligjent i Kosovës, përkatësisht ndjekja ime dhe kolegëve të tjerë. Pra, këtu po evidentohet që AKI-ja më ka vendosur përgjus në veturën time, na ka përcjell mu Beratin, Lirimin, Mirenën, por veçanërisht mu, për shkak se unë kam ekspozu personin e AKI i cili ka shkru shkrime të rrajshme kundër gazetarëve, dhe e fundit rreth kësaj teme konkrete për cilën po flas, sërish mu kanë lëshu këta legendat e Albin Kurtit, pra me përcjellje të vazhdueshme fizike tash, sepse ju ka dështu teknologjia, dhe unë ka që silem i kam mrapa veti agent të AKI-s. Mus nuk më shqetëson ky fakt, personalisht mu më shqetëson logjika e tyne, sepse këtu për ju garantoj, të gjitha tyne që kanë një tendencë për të ma mbyll gojen, pa më që 4 vetë në vërë goja nuk mbyllet, edhe nuk e kam plan me u dorëzu këtij regjimi i cili e ka pru Kosovën në këtë vend ku jemi tash, 99-ta. 99-ta, dhe me thonë, e kemi rënjën më të shpejt në histori, edhe 75 vite në kalum, 99. Edhe kemi rënë në pikën ku Kosovës ka qenë kur. Dhe me thonë, nuk është që kemi qenë poshtë e jemi ngritë, Kosova kur s'ka qenë që ka poshtë. Jo. Dhe më thonë, për momenti që ka nisë mu madhë Kosova, e kjo është këgjamotin në kushte jashtëzakonisht vështira, se të mos harojnë, se na ka njerë dhe rrethanat du të mi marrë parasysh. Shumë ma vështirë ka qenë me performu mirë media dhe në mënyrë të lirë, për shembull, në vitet e menjëhershme pas luftës, për shkak të rrethanave gjithë bashme, se sa që ose në një vend që e ka një farë zhvillimi, është vendi i pranuar ndërkombëtarisht, i kemi qasje në institucione kështu me radhë. E dyta, që për mua është rëndësishme, domethënë me e kuptu, është që vërejtjet që janë dhënë në raport, edhe pse Kosova ka raqë i përmendeti, janë drejt për drejt të lidhura me pushtetin ekzekutiv. Nuk është klima e përgjithshme, që ka njerë dhe mund tjetë, me Albin Kurti, që ka njerë mund tjetë dhe klima e përgjithshme, ka njerë mund tjetë edhe aktor të tretë, të cilët e bojnë. Bandet rrugësh, biznese, kutadion korruptuara, kështu me radhë. Këtu drejt përse drejt i thojnë për shkak të këtyre aspekteve që i atribuohen Albin Kurtit drejt për drejt, domethënë. Është hera e parë që lidhet vetëm me drejt për drejt. Drejt për drejt. Si sulmet, domethënë që i kam përmend aty, për shkak që i përmend edhe ti, bashkëpunëtorët Serbisë. Kush e bën këtë? Ta bën Albin Kurti dhe vetë vendosja ka Shimelia, apo kush tjetër. Asnjë institucion tjetër ose grup shoqëror tjetër nuk e bën çet lloj akuze, mund të thonë që diçka tjetër. E dyta pastaj, është domethënë çto rastet e përndjekjes të drejt për drejt, që i përmendet të ndaj teje, Beratit, kështu me radhë. Këtu i bë pushteti. Në qasjen e AKI-s kemi në asnjëri përveç pushtetit, apo jo? S'moj unë me thoni agent AKI-s për çelma aty vebinte të nxorë. Alta. Çka është edhe më keq, unë mendoj që ky rast, për shembull rasti yt personal, e të tjerëve që kanë pasur raste të ngjashme, e tregon më së miri ato që e falem më herët. Se kjo nuk është vetëm ndjekje ndaj gazetarit. Këtu po përdoret agjencia e inteligjencës për me përdjekjen e qytetarëve.
A ka shkelje më të madhe se sa pushteti me e përcjell në qytetar në jetën e vet keq ka bën. Me i naj që të gati. Lete motivet e arsyet na pidim për çka. Vet që kjo Vetë ndjesia që ta krijon ndjesia që ty. ta krijon ty tash secili le të çet vetë që thoj. Para mendoj ti ton jetën tonë më të përcjell dikush. Qysh zheni? A që kjo liria? E tash, për çfarë çmimi shkon ndesh dikush me pranuni një sjellje të tillë pushtet? Cila është ajo? Se edhe me pas bo mrekullin këtë pjesën tjetër Kosovës, Albin Kurti me zhvillime me kështu me radhë, prap nuk i shkon ndesh me ja pranu qëta. Lere më që s'ki kur që këtej. Tjetra pastaj, që ndërlidhet prap me pushtetin, për shembull lufta me KPM. Ne kemi po qartë, qysh ka ardhur drejt e çaj ligji për KPM. Po. I kemi pa edhe diskutimet në komision. Po. I kemi pa edhe qysh ka pas, çfarë intervenimi ka pas nga deputetët e vetvendosjes për çet punë. Karshi antarëve të KPM-s, të bordit KPM-s. Atyre që ishin të padëgjueshëm. Që shkarku. Armen Muja, të tjerë, të s'po kujto tash kush ka qenë, dohet edhe ky Dimal Basha dikush. Sali Zyba ka shku mbledh komision pa pas piklili aty me kështu numot. Domethënë edhe tash ti e sheh që kjo Sali është për kërcënime, është kështu një farë. prej qenja. Një farë Gestapo kështu. Që kjo tregon dhe domethënë kur i sheh këto elemente, kjo tregon që liria ose rënja në raportin për lirit media në Kosovë nuk ka qenë rastësi që na ka ndodhur për mosdijes. Për shembull pushteti ka bërë gabime. Se pi dëgjoj të shpesh po thonë kjo është gabim, jo s'është gabim. Kjo ka qenë plan. Kjo ka qenë plan, kjo ka qenë organizim. Domethënë ti e ke pa në momentin e caktuar këtë lëvizjeve të vendosje kanë qenë të organizuar për me arritë çfarë. Po. Dhe kanë arritë shumë. Ky pas ka qenë synim para se marrën pushtet. Kjo pra është diskutim kur të vim pushtet kena më u bë çështu media. Po. E që kur është qëllim që shtu kjo nuk bëhet pa hire. Edhe kjo e ka një qëllim, unë për ju thame, ka një qëllim më të madh, edhe shumë më të dëmshëm për Kosovë. Pra që është se e përmendet i më herët, domethënë, është një tash nuk po di, unë kujtohet edhe një autori për një vjersh, një disa vargje jashtëzakonisht famshme për Gjermaninë naciste. Që thot ai kur janë nisur me përndjek hebrejt, unë nuk folja se isha hebrej. Pastaj vazhdu me komunistët, unë s'folja se isha komunist. Të një ardhën të unë, s'kish me kush me fol për mua. Sakt. Që shtu shkon kjo punë. Miq, lexoni mediat e lira, besoni ju mediave të lira, shihemi javën tjetër. Deri atëherë ne do të vazhdojmë të punojmë edhe të rezistojmë pavarësisht çfarë presioni vije nga secili regjim i mundshëm, këtë rast edhe nga regjimi i Albin Kurtit. Mirupafshim.